Sondazhi i para disa javësh i News24 për zgjedhjet e Tiranë, kur pyeshin qytetarët për këtë do votonin nga kandidatët e pritshëm. Lena jepte 12.5%, PS-ja kishte në sondazh një rënje prej diku 10% krahasuar me zgjedhjet e mëhershme lokale të 2023-shit. Pra PS-ja ishte 10% më pak, ne ishim 8% më shumë. Krahasuar me 2023-shin. Por kjo tregon gjërat po ndryshojnë. Tendencën, po. Gjërat po ndryshojnë. Njerëzit edhe mbështetësit e PS-s, ata që janë detyruar ta votojnë në fundit Ramën, për 1000 arsye, për presionit, për premtimeve të ngushta, prej ku di unë, ides që ky do fitoj, hajde shkojmë me fitimtarin, janë po lëkunden, janë të lëkundur dhe po ndrojnë qëndrim. Kam mesazhe shumë nga qytetarë që më thonë, kemi besim televizia bashk, duam të kemi një alternativë të re si kjo, dhe janë qytetarë që vinë nga të gjitha partitë, pa qytetarë që mund të kenë votuar deri vonë, deri ku di unë, 6 muaj më parë mund të kenë votuar një parti tjetër, dhe tani kanë nevojë për ndryshim.